falenderoj gjithëve për motivimin që nisët dhe doja të thoja që ju falenderoj që jeni edhe prezent në këtë sallë. Unë jam Kledia Troksi dhe kam kënaqësinë të jem përpara jush për të prezantuar një tjetër takim të Business Network Albania që duket të jetë një sag në një rend progresive, sepse takimet duket të përshpejtohen. Për çfarë janë të rëndësishëm eventet të kësaj tipologjie është që përtej funksionalitetit të tyre të biznesit, sepse unë e di që në këto takime duhet t'i referohemi just business, por unë përtej eksperiencës në biznes vi nga gazetaria, kështu që I can't mind my own business, dhe gjithë dim zhvillimet e fundit në Shqipëri dhe se sa jehon kanë marrë, por takimet e kësaj tipologjie janë shumë të rëndësishme për të kuptuar që është rëndësishme shumë që shqiptarët të jenë bashkë, por mbi gjitha që kur ata të bëhen bashkë të ketë një funksionalitet dhe mbi gjitha një efikasitet të caktuar. Pa humbur për kohë, fillojmë me fjalimin e hapës do ta cilësoja, sepse është i pari i shtëpisë. Ftoj në skenë CEO-n e Business Network Albania, Roosevelt Çeu, për na ndajë. Është kënaqësi e veçantë për mua të mirëpres sot këtu në Berlin në konferencën e dytë ndërkombëtare të Business Network Albania. Gjermania është ekonomia më e fortë e Europës. Është vendi që ka ndërtuar reputacionin e vet mbi disiplinë, cilësi dhe konsistencë. Modelit të bizneseve familjare që prej dekadash përbën shtyllën e ekonomisë gjermane dhe vendi që i ka mësuar botës se si ndërtohet diçka që zgjat në kohë. Gjermania për ne ka dhe një peshë tjetër, sepse këtu, në këtë vend, jetojmë mbi gjysmë milioni shqiptarë. Mira prej tyre janë sipërmarrës, që drejtojnë biznese familjare, kompani me 10 punonjës, ose mbajnë pozicione C-level në korporata gjermane, të cilët e kanë ndërtuar gjithë një treg që ka standardin më të lartë në Europë, një treg që nuk fal. Dhe kjo e ka një arsye. Shqiptari në Gjermani është shumë më shumë se një emigrant që ka gjetur një punë. Ai është një sipërmarrës që ka kaluar në përshkollën më të vështirë të biznesit në kontinent, ku ka mësuar të punojë me afate, të mbajë fjalën dhe të kuptojë se reputacioni ndërtohet ngadalë dhe humbet shpejt. Kjo eksperiencë, ky kapital intelektual dhe ky reputacion janë pikërisht ato që Shqipëria sot ka nevojë urgjente. Berlini gjithashtu është një qytet që e di mirë se çfarë do të thotë të bashkosh atë që dikur ishte e ndarë. 35 vjet më parë, ky qytet ishte simboli i një ndarje që dukej e pamundur të kapërcehet. Ndërsa sot është simboli i asaj që ndodh kur njerëzit zgjedhin të bashkohen. Pikërisht ky simbolizëm na sjell sot këtu, sepse BNA në thelb të vet ka të njëjtin mision: të bashkojë atë që për vite ka qenë e ndarë. E ndarë jo nga muri, por nga distanca. E ndarë jo nga politika, por nga mungesa një strukture që i lidh shqiptarët globalisht me njëri tjetrin dhe me vendin nga vinë. BNA u krijua pikërisht për ta ndryshuar këtë gjë, ose të ndikojë në ndryshimin e kësaj gjëje. Organizata jonë u themelua në 3 prill 2025. Brenda më pak se një viti e gjysmë, kemi mbajtur 2 konferenca, kemi lançuar një platformë dhe sot jemi këtu para jush në Berlin. Eventi ynë i parë u zhvillua në Tiranë në fund të vitit kaluar, ku morën pjesë 135 sipërmarrës që vinin nga Shqipëria, Gjermania, Italia, Portugalia dhe vende të tjera të Europës. Ishte hera e parë që një organizatë shqiptare arriti të mblidhte kaq shumë sipërmarrës nga kaq shumë vende të ndryshme në një sallë të vetme. Pas kësaj erdhi Londra në mars të këtij viti me 223 sipërmarrës. Konferenca u rrit me 65% në më pak se 4 muaj. Dhe sot Berlini është hapi i tretë i këtij rrugtimi. Por shifrat që për mua kanë më shumë rëndësi nuk janë numri i pjesëmarrësve, por bashkëpunimet që kanë lindur mes tyre. Nga Tirana dhe nga Londra kanë filluar tashmë projekte konkrete. Sipërmarrës që nuk e kishin njohur kurrë njëri tjetrin, sot punojnë bashkë. Investitorë që kërkonin mundësi i kanë gjetur
dhe ide që ishin në kokën e dikujt, kanë gjetur partnerin që u duhej për të marrë jetë. Risia që ne kemi është platforma jonë digjitale. Ne dëshirojmë që anëtarët tanë të lidhen, të bashkëpunojnë dhe të gjejnë njëri tjetrin çdo ditë të vitit. Kjo platformë është mjeti që bën këtë të mundur. Por të dyja këto, takimet fizike dhe platforma, lidhen ngushtë me njëra tjetrën. Sepse bashkëpunimi nuk lind vetëm në një platformë, nuk lind as nga LinkedIn apo nga një email. Bashkëpunimi lind kur dy njerëz qëndrojnë në të njëjtën sallë, e shohin njëri tjetrin në sy dhe vendosin që duan të ndërtojnë diçka së bashku. Teknologjia është mjeti që e mban gjallë të lidhje, por lidhja vetë lind këtu, në salla si kjo dhe në momente si ky. Bëna e ndërton të ardhmen e vetë bashkë me ju. Bashkë me sipërmarrësit shqiptar në Gjermani, bashkë me diasporën që ka kapitalin, eksperiencën dhe vullnetin për të kontribuar, bashkë me çdo person që sot ka zgjedhur të jetë pjesë e këtij rrugtimi. Drejtimi ku po shkojmë është i qartë. Po ndërtojmë një organizat që do të jetë e pranishme në çdo qytet të madh ku ka komunitet shqiptar. Në Berlin sot, por edhe Milano, Athinë, Zyri, Paris dhe shumë qytete të tjera ku komuniteti ynë meriton një hapësirë si kjo. Shpresoj shumë që pas disa vitesh, kur të flitet për bizneset, investimet dhe sukseset shqiptare në Europë, e me gjerë, disa prej tyre ta kemë pikën e nisjes pikërisht këtu, në këtë sallë dhe në këtë moment. Mirë se erdhën në konferencën e Business Network Albania. Faleminderit. Kam kënaqësi të ftoj në skenë zëvendës ministren e ekonomisë dhe inovacionit, zonjën Olta Manjani. Faleminderit që jemi ne dhe të ftoj në skenë. Mirëmëngjes gjithëve. Si përfaqësuese e qeverisë shqiptare, në një aktivitet që siç e thash, sjell jo vetëm energjinë pozitive, por fillimisht energjinë e sipërmarrjes, fuqinë që ka rrjedhëzimi me njëri tjetrin dhe shumë suksese për këtë iniciativë që dukshëm është produktive që në hapat e saj të parë dhe patjetër dhe potencialin e jashtëzakonshëm që ka diaspora shqiptare, jo vetëm për të bërë bashkë njerëzit me njëri tjetrin, por edhe për të prodhuar ide inovatore, për të sjell ide investimi dhe për të bërë që Shqipëria të zhvillohet edhe më tej. Për ne diaspora nuk është vetëm një urë lidhse me Shqipërinë, po në fakt është një partner strategjik për zhvillimin ekonomik, për transferimin e njohurive, që ka shumë rëndësishme, e tha edhe Roosevelt këtu që patjetër që një pjesë e të rinjve dhe një pjesë e shqiptarëve nuk jetojnë brenda Shqipërisë, po mund ta japin kontributin e tyre po aq mirë edhe jashtë kufive të Shqipërisë, dhe në fakt kjo konferencë është një dëshmi e gjallë që kjo mund të realizohet. Prania juaj këtu veçanërisht është gjithashtu një sinjal i qartë se ekziston një brez i tërë shqiptarësh, në shumicën e rasteve mund të jetë brezi i parë, po mund të jetë edhe brezi i dytë i shqiptarëve që kanë emigruar, që dëshiron të ndërtojë ura bashkëpunimi, të investojë, por edhe të kontribuojë në zhvillimin e vendit. Unë këtu sot jam për të folur për potencialin që ka Shqipëria, për të ardhur, për të investuar, për të zhvilluar, siç thash më tej, këtë vend që është e bekuar në shumë drejtime. Mund ta shihni dhe në grafik që rritja ekonomike e Shqipërisë ka qenë vazhdimisht e qëndrueshme, patjetër që kemi pas periudhën e Covidit që si çdo vend tjetër edhe ne pësuam një goditje për shkak të mbylljes, por më pas periudha e rikuperimit tregojnë fakt që jemi një ekonomi shumë reziliente, një ekonomi shumë fleksibël dhe rritja afatshkurtër, afatmesme, por edhe parashikimet për rritjen afatgjatë tregojnë fakt që rritja ekonomike në Shqipëri jo vetëm që është e qëndrueshme, por krahasuar dhe me vendet e rajonit, veçanërisht me vendet e Ballkanit Perëndimor, por edhe me vendet e BE-s, kjo rritje ka qenë relativisht më e lartë, është e kuptueshme, është një vend në zhvillim dhe potenciali për rritje sigurisht që është shumë më i madh, por fjala potencial është kyçku, sepse ky potencial duhet të në fakt të unlock, të shfrytëzohet. Është shumë e rëndësishme për një investitor kur vjen në Shqipëri të di se cilët janë sektorët me
potencialin më të lartë. Kush janë sektorët të cilët po zhvillohen më shpejt dhe ku duhet kanalizohet investimi. Sigurisht që pjesa më e madhe e GDP-s, rreth 50% e saj, është e fokusuar te shërbimet dhe është e vetëpërtueshme që sektori i hotelërisë turizmit është një prej atyre sektorëve që po zhvillohet shumë shpejt dhe patjetër që futet tek ai kubi ngjyrë blu, ndërkohë që sektorë të tjerë të lidhur po dhe me sektorin e hotelërisë turizmit janë sektori i ndërtimit, sektori i industrisë, bujqësia, pyjet dhe peshkimi dhe sektorë të tjerë të cilët janë të ndërlidhur. Unë ju falenderoj gjithëve shumë për vëmendjen. Kemi mundësinë të dëgjojmë ambasadorët, duke nisur së pari me ambasadorën e Republikës së Shqipërisë në Gjermani, Aida Sakiqi, të cilën e ftoj në skenë. Të na bashkohesh? Përshëndetje të gjithëve. Këtu në Berlin ne jemi shumë mirë të përfaqësuar. Jemi 3 ambasador, shokët e mi, miqtë e mi, shqiptarë në Berlin. Ky nuk është një biznes, një takim biznesi, por është një rrjetëzim. Fjala network gjithmonë më ka inspiruar. Çfarë do thotë? Network në fakt ka fjalën work aty brenda. Pra nuk është thjesht një takim, po është puna. Puna e vërtet bëhet, edhe ne ambasadorët e dim shumë, bëhet në rrjetëzim, sepse takohemi, bisedojmë dhe aty dalin ide të reja, bashkëpunime të reja. Dhe kjo është një gjë të cilën ne duhet ta shfrytëzojmë dhe ta organizojmë sa më shpesh për të bërë sa më shumë partneritete të qëndrueshme dhe për t'ju sjell ju që jeni këtu, për t'ju sjell në vendet tona, edhe jo vetëm në Shqipëri, por në Kosovë, në Maqedoni, edhe në luginën e Preshevës do doja që të kishte bizneset tona dhe ne të jemi sa më prezent ekonomikisht. Kjo është arma jonë të cilën nuk e kemi shfrytzuar sa duhet, por mendoj që ka ardhur momenti që ne të flasim ekonomikisht. Faleminderit. Ne vijojmë me ambasadorin tjetër në Gjermani, Faruk Ajeti, e ftojmë në skenë. Faleminderit që jeni me ne sot. Të nderuar të pranishëm, në këtë moment që po flasim rreth 600.000 kosovarë jetojnë në Gjermani, mjek, inxhinier, punëtor të kualifikuar, sipërmarrës dhe student. Gjermania është partneri kryesor tregtar i Republikës së Kosovës, nga i cili vend vijnë më së shumti investimet tuaja direkte. Kështu që Business Network Albania, si një platformë udhëtesimi për komunitetin shqiptar, biznesi dëshmoi edhe një herë fuqinë inovative dhe krijuese të mërgatës tonë. Ide të tilla duan domosdoshmërisht të ndihmojnë dhe të përkranë dhe pjesëmarrja e neve treve si ambasadorë është përgjigje më mirë se sa e kemi marrë seriozisht këtë punë, po dhe sa e kemi marrë juve seriozisht. Çdo orë që lidh komunitetin e biznesit tonë, qoftë në aspektin lokal apo global, duke i ndihmuar ata të bashkëpunojnë, të investojnë dhe të rritin së bashku, do ta ketë dorën e shtrirjes të bashkëpunimit të 3 shteteve tona. Përfundoj fjalën time duke e perifrazuar Skënderbeun, duke thënë se këtë shpirt inovativ, këtë shpirt organizativ, këtë shpirt krijues nuk e solla unë, nuk e sollëm ne, por e gjetëm në mesin tuaj. Ambasadorin e Maqedonisë së Veriut, zotin Ylber Sela, faleminderit që jeni me ne dhe ju ftoj në skenë. Unë si ambasadori i Maqedonisë së Veriut, normalisht që jap kontributin tim. Ne kemi 3 realizata biznesore këtu në Gjermani. Është klubi i biznesit në Düsseldorf, është klubi i biznesit Bavarezo Maqedonia e Veriut dhe së fundmi me iniciativën time që u kryu edhe klubi i biznesit Gjermani Maqedonia e Veriut. Roosevelt tha që vendet tona kanë nevojë urgjente. Unë të shashtuar që edhe diaspora ka nevojë urgjente. Ai ka të letë një shqiptar që vjen në Gjermani, në Berlin. Jo se ka të letë, pas në problemet ndryshme. Prandaj, kështu duhet mendojmë. Hallet që i kemi në diasporë, mundohemi që nëpërmjet organizime të tilla që ndodh sot, të bashkohemi dhe të zgjidhim sa më shpejt, ka edhe hallet që i kemi në vendet tona atje, edhe atje të bashkëpunojmë, të koordinohemi, të krijojmë ide dhe të zgjidhim sa më shpejt. Ne kemi sfida këtu në diasporë, sepse njerëzit asimilohen një pjesë. Prandaj ajo që na bën gjallë gjuha shqipe. Prandaj kemi shumë sfida, kemi probleme, kemi edhe suksese, të gjithë të bëjmë bashkë këto gjëra, të forcojmë që zemrat tona të dashur të jetë e lumtur dhe të rreh ashtu si çdo kush zemra e tij të jetë sa më e mirë sa më e bukur. Faleminderit. Siç edhe e prezantoi moderatorja parafolësja ime,
Kemi Florentin dhe gjithashtu edhe Lirin Krasniqin. Mirë se keni ardhur, mirë se vjen Alva. Tema është diaspora shqiptare nga komuniteti në fuqi strategjike. Të prezantojmë, unë jam Vjolca Hajdari, si që thashtë më parë jetoj në Berlin, ka 35 vjetë që jetoj në Berlin. Unë shumë shkurt e bë një prezantim, jam inxhinier në fushën e inteligjencës artificiale. Për momentin jam në Amazon në Luxemburg dhe drejtoj dhe partnershipet për Women in Tech branchen e Luxemburg. Faleminderit. Kur e kom themelu Swiss Albania Network, e kom duhe emnin Swiss për para, sepse që thatë parëzit, unë jetoj në Zvicër, edhe na shqiptarët kur mledh me që shto, na i marrëm edhe Zvicëran, që mi kalzu Zvicëranve qa kina mri, ku kina mri. Përshëndetje të gjithë, kënaqësi me qenë me ka shumë shqiptarë në Berlin. Për mua është hera e tretë që po vim në Berlin gjatë këtij viti, do vi edhe një 3 herë të tjera, edhe kjo është një tregues që domethënë e përshkruan transformimin e diasporës shqiptare ndër vite. Unë bashkë drejtoj një organizatë që quhet Germin, shumë prej jush besoj e njihni. Sot kemi një transformim të diasporës shqiptare, domethënë kur i referohemi diasporës shqiptare me origjinë Kosova, brezi i parë ka lëvizur në Gjermani vitet 60-ta, 70-ta. Fillimisht për të mbijetuar, mirë po sot shifrat tregojnë që brezi i parë është transformuar në mënyrë të jashtëzakonshme. Po përtej brezit të parë kemi një brez të dytë që është i mirë integruar, i edukuar në Gjermani dhe shumë mirë i lidhur network me kompani, institucione, organizata gjermane. Për në Zvicër, une ose na e shomi transformimin që shqiptarët në Zvicër janë të largu prej, ma shumë të largu prej Kosovës, prej Shqipënisë, prej Maqedonisë, pushimet bëhen tjera vene, shkojnë në përkejt botën, edhe bashkëpunimi shqiptari me shqiptar nuk funksionon ala qysh domina me funksionu. Për që aton, u kriju edhe shoqata jonë, Swiss Albania Network, që mi trigu shqiptarëve që na nuk jena vetëm në ndërtimtari, po na jena në financa, na punomi për shtet, na punomi në për aeroporte, na jena gjithkon. Ka vyt një platform që mi a qelë syt njerëze, mi kalzuen shka bojnë. Po alona nuk jena besim me njoni tjetrin, e kena hu besimin me plot institucione shqiptare, 20 vitet e fundet, që kena ndimu, që kena bojnë edhe që ju keq përdor. E kështu që shqiptarët për në Zvicër po foli, njena të umunu apet mi bashkuen, se ju nda. Ma leti besohet Zvicëranit, ma leti besohet francezit, sa shqiptari me shqiptar. Që aty jena të umunuen, këto në apet me bo bashk, apet me bo një platform që bashkëpunimi me funksionu apet. Diaspora shqiptare ka një 30 vjeçar diaspora e zhvilluar. Mendoj se është shumë e rëndësishme që të krijojmë atë besimin, të krijojmë ato platformat dhe të bashkëpunojmë më shumë se sa të konkurrojmë. Unë personalisht kam krijuar një program para 5 vitesh dhe e kemi futur edhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe e shoh që mindseti edhe tek studentët që mund të jenë tani adoleshent e kanë akoma atë mungesën e besimit në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe doja shumë që kjo gjë të ndryshonte. Unë e pëlqej një term tjetër për diasporën, që e kam adaptuar nga irlandezët, që quhet Diaspora Galaxy, ku dielli është atveu dhe pastaj shqiptarët kudo në botë janë këto twinkling stars që shkëlqejnë. Shumë e bukur. Andaj me këtë fjali po e përfundojmë pra këtë panel, duke ju falendëruar shumë për vëmendjen, edhe në fakt unë vetëm edhe po e shtoj të njëjtën që ju jeni në fakt pyet që sot shëndresni këtu në këtë eveniment. Ju falenderit shumë Business Network Albania. Kam kënaqësinë të ftoj në këtë skenë kryetarin e bordit të Business Network Albania, Hudi Sheu, me duar ndërtitje të shumta dhe duke falenderuar që ka bërë të mundur dhe është një ndër kontribuentët kryesor të kësaj iniciative. Tani, prezantim më të bukur nuk më ka bërë njëri Klegja, të falenderoj, i rritë shumë pritshmëri, uroj mos të zhgënjej,
Unë në fakt, sot nuk do flas shumë për vizionin e BNA-s, po do flas për atë që unë i quaj motorin më të rëndësishëm. Shumë nga personat që janë në tech mund ta kuptojnë që kjo është një MVP, një staging process tashmë, por kjo nuk do të thënë që platforma nuk është live, pra çdo person që është antar i joni ka mundësinë të aksesojë dhe të gjithë ju që jeni gjithashtu pjesëmarrës në këtë sallë do të keni akses pas kësaj konference. Atëherë ky është një dashboard i platformës ku unë në fakt doja të ndalesha në mentoring program, ku fokusi kryesor është ndërlidhja, informacioni dhe më e rëndësishmja bashkëpunimi. Në mentoring program, i cili është duke ardhur së shpejti, ne do të kemi më shumë se 10 mentorë, të cilët do të japin mentorim pa pagesë për të gjithë anëtarët e komunitetit tonë. Që është një iniciativë e jashtëzakonshme dhe dua t'i falenderoj shumë për tyre gjendën edhe sot në këtë sallë, një duar trokitje për këta mentorët tanë. Një tjetër element, të cilin unë e ndaj me shumë dashamirësi me të gjithë partnerët, është suggested connections. Jo, Gerta, shkojmë pak më mbrapa. Okej, këtu duket parimisht diçka shumë bazike, por në të vërtetë është një sistem i automatizuar me inteligjencë artificiale, e cila do të zhvillohet dhe do të ketë për çdo person që është pjesë e platformës tonë një score ose disa pikë në varësi të profilit që ata kanë. Pra, nëse dikush ka një restorant dhe ai po kërkon të blej vaj ulliri, me qenë se u përmend këtu më pak më parë, atëherë aty do dali një kompani e cila shet këtë produkt apo ofron diçka të ngjashme. Një element tjetër i platformës janë grupet. Janë grupe sektoriale dhe gjithashtu grupe nga grupe mund të them shtetet ku ata operojnë. Pra, këtu kemi të gjitha sektorët ku shqiptarët dhe anëtarët tanë operojnë, dhe gjithashtu ka grupe për shqiptarët që janë në Gjermani, shqiptarët që janë në UK, shqiptarët që janë në Shtetet e Bashkuara dhe kështu me radhë. Normalisht këtu ka një përpiqemi të kemi një diversitet, përpiqemi që her pas here të bëjmë disa promovime të disa grupeve të caktuara se ku ka më shumë interes momentalisht diaspora jonë. Ka dhe disa shembuj tjerë se si mund të duket platforma në detaje, ku gjithë secili mund të ketë një, po themi, kërkesë, një ofertë, një propozim, një projekt caktuar dhe mund gjithashtu të shohë se cilët janë kompanitë e tjera që janë pjesë e këtij sektori. Çdo individ, pra platforma jonë është individuale, që në fillim, që kur është themeluar Business Network Albania, ne kemi një filozofi, që nëse dikush është i suksesshëm një herë, do të jetë gjithmonë. Pavarësisht sfidave, pavarësisht çfarë do lloj rrugtimi që ai do kaloj, fokusi ne kemi tek individët. Dhe çdo individ pastaj mund të ketë profilet e kompanive të veta, të cilat mund të promovojë shërbimet, mund të promovojë klientët, mund të promovoj produktet ndryshme të cilat ka interes për të rritur, po themi, bashkëpunimet. Këtu janë antarët. Momentalisht ne kemi 140 aplikime. Nga 140 aplikime ne kemi pranuar vetëm 75. Kjo për dy arsye, jo sepse po kryejmë një strukturë të mbyllur, por sepse personat që do të futen në këtë komunitet duhet të kenë minimalisht një produkt të verifikuar ose një shërbim të tillë. Pra, në momentin që kjo mungon, ata janë në një listë pritje, jo për t'i përjashtuar, por për të thënë atyre që personat që janë në këtë sallë apo në këtë platformë kanë nevojë për diçka tani. Pra, kjo është urgjenca. Dhe ne në këtë platformë sot, pas ju të keni akses, ju do të mund gjeni 75 persona dhe 75 biznese, të cilat operojnë në shtete ndryshme. Çdo person ka një profil unik ku normalisht aty afishohen të gjitha dhënat e tij, afishohen të gjitha dhënat e biznesit të tij, grupet e interesit. Gjithashtu, një element tjetër që këtu kemi shtuar është takimi online që zhvillohet brenda në platformë, ku normalisht kjo lidhet pastaj shumë ngushtë dhe me procesin e mentorimit që ne e diskutuam pak më parë, dhe pjesa tjetër, elementi tjetër, jemi duke punuar gjithashtu për të automatizuar edhe disa procese në lidhje me connection dhe se si duhet të shkosh te personi i duhur. Tani unë dua të ndalem pak tek eventet. Nga kjo skenë sot unë dua të them që në muajin shtator ne do të zhvillojmë eventin ton të parë, i cili do të jetë online. Dhe vjen si në kuadër të një bashkëpunimi që ne kemi me një nga organizatat më të mëdha të biznesit, që quhet Scottish Business Network, ku do të zhvillojmë një event online për të lidhur 15 kompani shqiptare me 15 kompani skoceze. Dhe kjo është një vlerë shumë e prekshme,
dhe kjo ndodhe gjitha online vetëm për personat që kanë akses në këtë platformë. Eventet që do të zhvillohen online, ne jemi duke punuar tashmë që të ketë dhe disa webinare dhe workshope cilat do të zhvillohen në kohë të vazhdueshme javore ose mujore, dhe këtu do doja të ftoja të gjithëve ju që të kontribuoni në këtë drejtim. Pra nëse ju keni një ekspertizë të caktuar, të cilën ju mendoni se komuniteti duhet të jetë në dieni, apo ju mund të përmirësoni një, po themi, problem të caktuar që mund të ketë një kompani tjetër, ne do donim shumë që të na kontaktoni, të shikojmë se si mund të japim pak më tepër kontribut tek komuniteti jonë. Ajo çfarë ne po punojmë tani, dhe unë këtu do bëja dy thirrje, jo si shitës, jo si sipërmarrës, asnjë nga këto. Do bëja një thirrje si një shqiptar që është futur në një rrugtim i cili është shumë ambicios, edhe shumë fisnik për gjithë skuadrën tonë. Jemi duke punuar për mobile app dhe do ftoja kompani, persona ekspert në teknologji, apo persona që kanë dëshirë të bëjnë një donacion për të suportuar nismën që Business Network Albania të ketë dhe një mobile application që të jetë akoma dhe më i aksesueshëm dhe më i thjeshtë për gjithë personat. Kjo është ajo çfarë ne kemi momentalisht në MVP që do të kaloj live shumë shpejt. Platforma është gjithashtu aktive, shumë prej jush e kanë parë sepse janë tashmë pjesë, persona që po bëhen pjesë për herë të parë sot do të kenë akses pas konferencës dhe do mund pastaj që të keni mundësinë të kontaktoni me persona të tjerë dhe të shikoni kompani të tjera. Kështu që unë do doja fillimisht të falenderoja të gjithëve ju për prezencën, për bashkëpunimin, edhe dua shumë që këtë çfarë ne po ndërtojmë, ne nuk mund ta vëmë në funksion pa ju, sepse pa persona që do të jenë motori kryesor i kësaj platforme, kjo platformë është asgjë. Kështu që sa ju të keni mundësi, të aksesoni, të logoheni, të komunikoni me njerëz, të kontaktoni kompani, do ju sugjeroja ta bëni këtë masivisht dhe të bëni kontribuesit më të mëdhenj të nismës sonë. Shumë faleminderit nga zemra dhe ju uroj sa më shumë suksese në rrugtimet tuaja dhe në kompanitë tuaja. Mund të vijojmë me folësen e radhës, e cila do të mbaj një fjalim me tematikën të ndërtosh për te kufive në kohën e inteligjencës artificiale, bashkëthemeluese dhe CEO e Zana, Julia Hoxha, të mirëpres në skenë. Faleminderit. Ka momente në historinë e zhvillimeve njerëzore ku gjëra ndryshojnë aq shpejt sa dhe ata që janë pjesë ose kanë bërë këtë ndryshim e humbasin aftësinë për të bërë parashikime. Për teknologjinë dhe konkretisht për inteligjencën artificiale, ky moment është tani. Unë kam 16 vite që punoj, hulumtoj, kërkoj dhe ndërtoj në fushën e machine learning dhe AI, dhe për ne që jemi angazhuar për një kohë shumë të gjatë, risia për shpejtimi i këtij transformimi ka qenë i papritur. Jemi në një pikë kthese historike, në një inflection point. Dhe AI po ndryshon rrënjësisht mbi të gjitha, jo vetëm si ndërtohet, por dhe vlerën që po krijohet në ekonomi. Dhe në këtë botë të re, në këtë rend të ri, nuk ka shumë rëndësi ku ndodhesh fizikisht, por ka shumë rëndësi se si je i lidhur dhe sa shpejt reagon. Dhe në këtë këndvështrim AI po i zbut dhe po i bën kufit geografik më pak të rëndësishëm. Dhe iniciativa e fundit që do të përmend është ajo që unë e kam dhe më shumë pranë zemrës sepse punoj prej disa viteve, startupi që kemi themeluar në Gjermani me pagëzuar me emrin Zana, si Zana shqiptare. Ne këtu kemi një ekip që punon në Gjermani, në Europë dhe një ekip shqiptar, por synojmë tregun global. Dhe po sillim një risi nëpërmjet inteligjencës artificiale në shëndetësi. Konkretisht, transformojmë mënyrën se si diagnostikojmë dhe kuptojmë trupin e njeriut. Dhe çfarë ne analizojmë, atë formë komunikimit më natyrshëm që është zëri, ai që dhe unë po përdor tani. Analizojmë zërin e njerëzve në mënyrë që të shikojmë a kanë përkeqësime për të monitoruar shëndetin e tyre, por edhe për diagnostikuar sëmundje të reja. Me fuqinë që teknologjia dhe AI na jep sot, kufit zbuten, si shtash këto iniciativa kanë qenë edhe kur ishte shumë e vështirë për të marrë një vizë dhe për të shkuar në një vend tjetër. Dhe tregu global bëhet më i arritshëm se kur. Por në këtë rast kapitali njerëzor bëhet edhe më i vlefshëm, sepse pikërisht në këto kushte vlera lëviz më shpejt se sa njerëzit.
Dhe unë them që këtu diaspora mund të luajë një rol të rëndësishëm, jo tek lekët, jo vetëm te kapitali që çojmë, por dhe te standardet që ne çojmë, te trusnia që ne bëjmë, te investimi në talente, në arsim, në shkollë, si dhe duke hapur dyert për te kufive. Dhe për rrjetet mbarshqiptare, hapja e dyerve për te kufive është potenciali ynë më i madh. Jo inteligjenca artificiale, por inteligjenca kolektive. Dhe dua ta mbyll, nëse arrim të lidhim talentin, kapitalin dhe njohjet tona ashtu siç po e bëjmë tani sot, mirëqenia nuk ndërtohet veç brenda kufive, por për te tyre. Faleminderit. Faleminderit Julia për fjalimin tënd. Do të mund të ndiqni dy salla me tematika të ndryshme. Salla A do të konsistoj në tematikën e shqiptarëve në industrinë e teknologjinë dhe inovacionit dhe salla B do të jetë ndërtimi për pasuritë e palueshme dhe turizmi. Kjo që ne për cilën po flasim sot, domethënë, është ne nuk bëjmë AI-n që po mat fjalët. Fjalët janë zgjedhje dhe zgjedhje dhe këtë ne mund ta masim nëpërmjet të zërit, po jo nëpërmjet të fjalëve. Pra, jo nëpërmjet, ne po masim rezultatin. Fjalët janë zgjedhje, janë dieni, kurse zëri është biologji. Ky është ndryshimi. Dhe kjo është ajo që ne po sjellim. Si në shëndetësi, ashtu edhe në tregje të tjera, aty ku përdoret zëri si mjet komunikimi. Kalojmë një çik më përpara. Dhe këtu, shkon çik tjetra këtu. Tashti, për t'i dhënë pak space, për t'i dhënë pak hapësirë edhe rrugtimit tim, siç e thash më përpara, 15 vjet në shëndetësi, çfarë më solli mua këtu, domethënë ç'mu desh mua kjo kafe i gjelbër, që ishte gjithë ky udhtim, unë zvija nga kjo industri, madje po ta mendosh racionalisht, ç'lidhje ka, domethënë, unë as nuk dija të programoja, as nuk dija, kisha idenë se çfarë është biznesi, unë isha terapiste, edhe isha në shkencë gjithë jetën time. Në akademi, që pun kisha unë me të gjitha këto. Unë zgjodha problemin, nuk zgjodha industrinë. Dhe kjo është ajo ideja, pra pse ne jemi të mbledhur të gjithë këtu. Problemet që ne zgjidhim, ajo që ne kemi vendosur të bëjmë si në fushën e sipërmarrjes, është të kthejmë diçka të padukshme në të dukshme. Nëse ju doni të bëni një projekt të suksesshëm në sektorin e teknologjisë në Shqipëri, të keni problemin e parë më të madh, i cili është Shqipëria nuk është gati sot. Nuk është gati për nivelin e produkteve që neve i shikojmë në Gjermani, në Amerikë, ose në shtetet e tjera. Pse nuk është gati? Nuk e ka madhësinë e duhur, domethënë çdo lloj investimi që do bëhesh në Shqipëri, do dështonte për arsye të madhësisë, sepse nuk nxjerr dot të ardhurat. Një projekt i dështuar ka qenë Uberi. Unë kam qenë vetë pjesë e grupit i cili ka biseduar me Uberin për të ardhur në Shqipëri. Dështonte te sistemi fiskalizimit, te ligjet, çdo shofer duhet të hapte person fizik, po tregu shumë i vogël, prapë ato nga Kroacia vinin e njihnin këtë problemin e tregut të vogël. Uberi ka dështuar. Kemi folur me këto që janë Bolt, Lime për e-scooterat. Dështoi prapë, është tregu shumë i vogël, xhira shumë e vogël. Edhe nëse të bësh investim nga dikush tjetër, prapë atyre nuk i leverdiste që të bëheshin gjëra të tilla. Pastaj populli për të thënë vërtetën, pavarësisht që shikojmë ato lukset në Greenhouse dhe në të tjera, populli është i varfër. Populli nuk e ka buxhetin si masë që të paguajë për produkte teknologjike të shtrenjta. Nëse dojmë që bota të blej produktin tonë apo brendin tonë, të ndjek markën tonë, të investoj në kompanitë tonë, të hy në tregjet tona edhe të punoj me ne si partnera fatgjatë, atëherë nuk mjafton vetëm imazhi apo marketingu i bukur. Duhet të ndërtojmë diçka më të madhe se sa imazhin, se sa të bukurën, se sa dashurinë. Duhet të ndërtojmë kapitalin e besimit, sepse bota e kupton gjuhën e standardit. Bota kupton gjuhën e standardit, bota kupton gjuhën e dorëzimit në kohë, gjuhën e cilësisë së qëndrueshme, kupton gjuhën e fjalës së dhënë, edhe fjalës së mbajtur dhe gjuhën e procedurës serioze. Me një fjalë, bota e kupton gjuhën e besimit. Për shumë kohë bota i ka kuptuar shqiptarët, i ka pa shqiptarët, më mirë them, me titujt e vjetër. Luftë, krizë,
pasiguri, tranzicion, të gjitha këto. Kudo që ne si shqiptar kemi shtetet tona. Bashkë me Gencën, po mundohemi më dhanë që nuk është vetëm një prezantim për marketing, po një reflektim për neve si njerëz, si profesionista, edhe si shqiptar që po dojna me fol na me botën. Tema jonë është kur marka shqiptare flet me botën. Genci sa po foli për besimin si kapital. Për faktin që nëse dojmë që bota neve me na marrë seriozisht, besimi nuk është vetëm një shtesë e bukur në fond. Kam kënaqësinë që të ftoj në skenë themeluesin dhe CEO-n e Balkan Influencers, Anait Kaloti. Faleminderit që jeni. Përshëndetje të gjithëve, është hera parë imja që jam në këtë pozicion. Ne quhemi Balkan Influencers, e kemi nisë rrugtimin tonë një kohë shumë të vështirë në vitin 2020. Për 5 vitet e para në treg kemi qenë si shet influencer. Momentalisht mund ta them me bindje plot jemi vetëm një kompani që kemi eksperiencë më shumë se kushdo tjetër në Ballkan në këtë industri. T'ju shpjegoj pak a shumë që për gjithë ju që keni punuar apo doni punoni se si kategorizohen influencers. Në anën influencers quhen influencers që kanë 2.000 deri në 10.000 followers. Këto janë influencers që sa e kanë nisë punës, punojnë shumë kollaj me këta. Mund t'i japësh një krem, t'i kërkosh content, punojnë me clearing, janë shumë dashur, janë në hapat e tyre të parë, po përpiqen që të bëhen influencers të mëdhenj. Kështu që ne këta i përdorim me patjetër në një X% në çdo fushat që ne marketojmë me brendet tona. Mikro influencers shkojnë në 10.000 deri në 50.000 followers. Macro influencers 50.000 deri në 150.000, fashat nuk janë të ndara kështu rastësisht. Në digital marketing, pra aq sa kam lexuar unë, edhe aq sa lexoj, pedagogë të ndryshëm në universitetet e le të themi Hollandës ose New Yorkut nuk i ndajnë kështu siç i kam kategorizuar unë influencers. Eksperjenca ime në këto 6 vite më ka bërë që t'i ndaj në këtë lloj forme, duke pas parasysh se dhe unë vetë jam influencer dhe sa e vështirë ka qenë me kalu nga një fazë në një fazë tjetër. Faza 2.000 deri në 10.000 kalon shumë kollaj. Algoritmi të ndihmon të ngren dhe pak vetë. 10.000 deri në 50.000 pak më vështirë. Pastaj 50.000 deri në 150.000 është shumë e vështirë. 150.000 deri në 700.000 sa më shumë rriten numrat, aq më shumë e vështirë bëhet puna. Premi me 700.000 deri në 2 milion dhe elit janë 2 milion deri në 10 milion. Prej 6 vitesh jo vetëm edukojmë veten tonë kompani, po edukojmë dhe influencer. Çdo ditë hëne jemi të detyruar ju dërgojmë atyre mesazhe se si t'i mbajmë platformat. Kush janë të rejat që kanë dalë? Si duhet t'i qasen publikut? Si duhet angazhohen sa më shumë? Domethënë kemi arrit në një fazë që për 6 vitesh e kemi eduku këtë treg. Por Shqipëria nëse ka një gjë që e konkuron rajonin, e konkuron vetëm influencer marketing. Nëse ne konkurojmë në rajon me diçka, me Serbinë, me Kroacinë, me Malinezinë, me Bosnjën, Shqipëria dhe Kosova konkurrojnë vetëm influencer marketing dhe faleminderit gjithë punës që kemi bërë për 6 vite jemi sot në vend parë. Nga e dim ne këtë, nga metaversi. Shqipëria dhe Kosova janë 2 vendet e para në Europë që konsumojnë më shumë rrjete sociale nga të gjithë. Mesatarja 4 deri në 6 orë në ditë për frym. Tani Hudi, vite e këty, do vish ta marrë se të kam bëj një dhuratë. Do ta jap këtu. Kjo është e jota. Kam zgjedhur një luftëtar edhe flamurin, duke qenë që e ke qytë Business Network Albania, uroj që këtë flamurin ta çosh në gjithë botën dhe ta shpërndarë sa më shumë. Përpara luftohej me luftë, tani luftohet me flak. Sukses. Faleminderit. Kemi gjithë ditën që flasim për potencialin shqiptar, apo jo? Por potenciali shqiptar është vetëm një nga ato. Tani do të flasim edhe për kapitalin. Dhe kapitali nuk ndjek të njëjtin linjë që ndjek potenciali, nuk është emocional. Pyetja që duhet shpalosëm është ta kemi krijuar mjaftueshëm besim në trojë shqiptare për të thithur investitorët nga gjithë globi, qoftë ata të diasporës, qoftë ata të huaj. Njëri nuk është më i rëndësishëm se tjetri, absolutisht. Para se ta nisim debatin, do doja që të bënim një prezantim të shkurtër secilit prej jush. Kështu që skena është për ju, duke filluar normalisht me Rozën, si Rozë, trëndafilin e skedës, vëdëgupin. Përshëndetje, faleminderit për ftesën që është këtu.
Unë jam Florisa Haqi, jam punoj në korporatën e investimeve shqiptare. Aktualisht drejtoj një nga projektet e korporatës, që është Durana Tech Park. Dhe mendoj realisht inovacioni dhe digitalizimi është një nga ato sektor që mendoj që janë e ardhmja për Shqipërinë për shumë investime. Prekin disa sektorë të tjerë, pra inovacion dhe teknologjia është kudo. Të flasim për diasporën është një temë shumë komplekse, edhe nuk mund definohet shumë thjesht, u përmend edhe më herët. Edhe unë si pjesë e diasporës kam kaluar në një fazë si një pjesë e madhe e juve. Mërgata shqiptare është investimi më i madh që kanë bërë shqiptarët në gjatë historisë. Pra është një investim, e çdo investim ka dhe një return on investment. Pra Mërgata është galaksi, po unë e shoh Mërgatën si dielli i cili gjithmonë ngrohtë rojet tona sa herë që të vjen dimrit e na. Edhe po ashtu mendoj që komponenta tjetër shumë e rëndësishme është gruaja shqiptare. U përmend disa herë këtu për unë jam shumë i lumtur që në sfidat e jetës time më në fund kam arrit martohem me një shqiptare. Cila është ylla kryesore e suksesit tim. Kemi 2 djemë së bashku. Gruaja ime është stomatologe, e kemi 2 djemë, edhe folim shqip në shtëpi. Edhe gjuha shqipe, po tha sot që është e vogël, në mendoj që gjuha shqipe është shumë gjuhë e madhe. Edhe duke ju falendëruar gjuhën shqipe që ne folim permanent në shtëpi, 2 djemë tani flasin disa gjuhë të huaja. Shumë rrjedhshëm, pa e harru gjuhën shqipe. Me pak punë më tepër, me pak përkushtim më tepër, në gazetari, në media, në financa, në mjekësi, në pak punë më tepër se tjerët, të më thënë ne bëjmë të parët në vendet tona, rrjedhimisht nëse vazhdojmë të punu, bëjmë edhe të parët në botë. Ajo që ne e themi është që rajoni jonë nuk është qëllimi përfundimtar. Rajoni jonë është sikur anglisht të thuan sandbox, sikur hapësirë ku testojmë, ku eksperimentojmë, ku mësohemi. Dhe nëse në rajonin tonë arrim sukses, pastaj për të zgjeru për botën, do të thënë është shumë më lehtë. Nëse i jetojmë rajonin tonë, pastaj është shumë më lehtë. Një që të shtoja unë fakt nga eksperienca ime është edhe mendja shqiptare. Unë me vërtet frymëzohem duke parë në dhomën, duke interakcionuar me njerëz të këtu, e kupton shumë thjesht se çfarë kapaciteti kemi. Dhe mendoj që mendja shqiptare, folja e gjuhëve të ndryshme, vështirësitë që ne kemi pasur në rritje dhe kultura jonë na bën më kompetitor në tregun internacional absolutisht. Dhe përgjithësi skeptikën, në fakt, do shtoja pak te kjo, sepse jemi duke bërë të njëjtin gjë me kompaninë time Insignia në Maltë, në fakt, dhe është e njëjta gjë që ndiqet edhe në Portugali, etj. Biznesi ka nevojë, sidomos startupet kanë nevojë për një klient tillë, kanë nevojë për zero tax, kanë nevojë për pranga që nuk ekzistojnë, kanë nevojë për suport, kanë nevojë për një ekosistem ku mund të zhvillohet. Do doja që të falenderoj absolutisht shumë, do të ftoja edhe kolegen time Kleja për na bashkuar tani para prezantimit të fundit. Dhe ta mbyllë ditën e sotshme, do ftoj kolegun ton Aurel Kombi për të dhënë fundit. Bravo! Dhe doja që gjithë ju vini pastaj na bashkoheni në sfidën finale. Faleminderit. Sot të vërtetuar se suksesi vërtet nuk matet vetëm me atë që arrim individualisht, por me dhjetin e njerëzve që mbështesin dhe na mbështesin në rrugtimin tonë. Kam kënaqësinë që ju ftoj se eventi i radhës së PNAS do të mbahet në Tiranë dhe për gjithë ju që jeni. Bravo! Biletat për të bërë mund t'i gjeni atje. Ju falenderoj nga zemra që do të ditë jashtëzakonshme. Kjo është një ditë shumë e veçantë sepse temperatura janë 40 gradë. Rrugtimi ju vazhdon, bashkë që jemi në Tiranë dhe deri atëherë mirupafshim. Bravo!